Një tjetër segment rrugor në qytetin e Vlorës është kthyer tashmë në një pistë garash, teksa për ta vërtetuar këtë fakt, të mjafton sot të udhëtosh me automjet në aksin i cili lidh rrugën transballkanike me autostradën Levan-Vlorë. Nëse udhëton në këtë segment rrugor, mund të vësh re aty shtylla të ndryshimit rrugor të cilat janë rrëzuar për tokë. Madje, nëse sheh përgjagjë gjithë segmentit rrugor, edhe 10 shtylla të tjera ndriçuese kanë pësuar dëmtime dhe shumë prej tyre janë gati të rrëzuara. Kjo për shkak se me shpejtësi tej normave të lejuara, mjetet dalin nga rruga, duke marrë përpara gjithçka që mund të gjejnë aty. Jo vetëm kaq, por 10 automjete që dalin nga rruga përfundojnë edhe mbi trafik ndarse, duke dëmtuar hapësirat e gjelbëruara. Hapësirat e gjelbëruara këto në mesin e segmentit rrugor, por edhe në pjesët anësore të këtij aksi, në të cilat duket qartë dëmtimet që kanë pësuar nga automjetet me shpejtësi skëter. Gjithashtu, aty qarkullojnë edhe shumë mjete, ku drejtuesit e tyre janë nën efektin e alkoolit, duke u bërë burim aksidenti. Për shkak të shtrirjes së këtij segmenti në një vit të drejtë, kjo gjë ka bërë që ai të kthehet në pistë garash, veçanërisht për gjatë mbrëmjes. Aty çdo mbrëmje kryesisht, por nuk mungojnë as në orare të ndryshme të ditës, qarkullojnë me shpejtësi 10 automjete, shpeshherë duke garuar edhe mes tyre dhe në shumë raste duke garuar mes kohës. Duke qenë një aks ky me ndryshim rrugor funksional për gjatë gjithë kohës, kjo gjë ka bërë që garat me automjete të rriten ndjeshëm në numër dhe të zhvendosen për gjatë natës, ku ka më pak qarkullim dhe mbi të gjitha për t'i shpëtuar edhe patrullimeve të policisë së Vlorës dhe duke mos u përballur në këtë mënyrë me ligjin. Vlen të theksohet se tej kaluesit e shpejtësisë nuk ursejnë as oraret e ditës, ku ka qarkullim të lartë të automjeteve, ndër të tjera duke rrezikuar jetën edhe të mjeteve, të cilat ecin paralelisht me to dhe sigurisht të këmbësorëve. Shumë nga këto raste bëhen edhe në nundën e organeve ligjzbatuese, të cilat edhe në shumë raste tolerojnë edhe aty ku nuk duhet, ndërkohë që megjithse janë pronë e bashkisë, ku dëmtimet sigurisht do të paguhen për zëvendësimin e tyre nga Bashkia e Vlorës, Policia Bashkiake është i vetmi institucion i cili nuk merr asnjë mas për frenimin e këtij fenomeni, por gjithashtu edhe instancat e tjera ligjzbatuese, duke filluar nga policia e rendit dhe ajo rrugore, qëndrojnë në heshtje totale përballë këtij fakti.